Erion Veliaj ditën e sotme ka ankemuar vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga Edi Rama, duke e paditur kështu i shefin e tij politik në gjykatën kushtetuese. Menjëherë pas kësaj lëvizje nga Veliaj është hedhur edhe shorti në gjykatën kushtetuese. Relatore çështjes është zgjedhur gjyqtarja Sonila Bejtja. Veliaj argumenton se shkarkimi është i paarsyeshëm dhe se nuk ekziston asnjë shkelje e rëndë e provuar që të justifikojë masën ekstreme të largimit nga detyra. Çdo përpjekje për të lexuar nenin 62 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, si krijimi një kategorie të re shkarkimi jashtë kuadrit kushtetues, do të ishte në vetvete një interpretim që nuk mund të bëhet sepse është një interpretim antikushtetues. Argumenti që përdori Këshilli Bashkiak për shkarkimin e tij ishte mungesa për një periudhë më shumë se sa 3 muaj që për Veliaj nuk qëndron. Në rastin e kryetarit Bashkisë Tiranë, mungesa ishte rezultati një mase sigurie, pra një pamundësi objektive dhe për më tepër, vijimësia e funksionit u sigurua përmes emërimit prej kryetarit Bashkisë së nënkryetarës së Bashkisë që do të ushtronte kompetencat e kryetarit. Pra në themel nuk kishte asnjë shkelje të rëndë. Më 11 shtator Rama shpalli shkarkimin e Veliajt dhe në të njëjtën kohë emëroi Ogerta Manastirliun si deputete. Pas 6 ditësh, më 17 shtator, këshilltarët e PS-së u rreshtuan me firmat e tyre nën presion për ta vulosur atë që u bë fakt më 23 shtator kur Këshilli Bashkiak në aleancë me PD-n votoi shkarkimin e kryebashkiakut. Gjykata kushtetuese ka një afat maksimal prej 4 muajsh për të marrë një vendim përfundimtar mbi kushtetutshmërinë e shkarkimit, por nëse çështja cilësohet me urgjencë, ajo mund të shqyrtohet edhe më herët. Dhe me sa duket çështja do trajtohet me përparësi pasi shorti u hodh brenda ditës pas ankimimit të Veliajt. Ndërkohë procesi mbetet nën vëmendjen e opinionit publik dhe aktorëve politik, ndërsa pritet me interes edhe hapi i radhës nga Këshilli i Ministrave, që ka ende në dorë dërgimin e vendimit për vakancën në presidencë, hap që do të çonte më pas në dekretimin e zgjedhjeve të reja lokale nga presidenti i Republikës.